Situata e krijuar nga moti keq në qarkun e Lezhës vijon të mbetet problematike. Edhe pse uji është tërhequr nga pjesa më e madhe e zonave të përmbytura, pasojat janë të konsiderueshme, sidomos në pronat e qytetarëve dhe në infrastrukturë, kryesisht në njësitë administrative Mamurras dhe Milot në Kurbin. Banorët thonë se vërshimi i ujrave ka shkaktuar dëme të shumta në banesa dhe sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Niveli i ujit ka që dëmë zitar. E ka mush motorin më në plot, nuk më një lëviz. I ka mush motorat me ujë. Si një zitar, nuk në la tolerancë, të urek me pështu na i lopë, me pështu na i biq, me pështu baktit, se na kemi dyqan e mishi, të urek. Isha këtë dyqan i Mamurras, se atje më ka bo katastrofë, më ka hynë dyqan të mishit në qytet të Mamursit 1 metër ujë. 1 metër ujë në qytetit. Dje ka qenë katastrofike, s'ka lanë gjë babësh, ka marrë një 70 koshere blejet, vllajtet, babes e të mijat. I ka marrë, i ka shkatrur i shef, 3 hektar grun, i pata mjellë për dje me menë se po e ka lejnë. 2 mjetet, 2 traktorat i ka shkatru, 2 maginat i ka shkatru, i ka zanë ujti, se nuk mund për balova ma. Ka rull vaditje, e ka marrë prej në borë në shpi, e ka qitë qatje. Ka marrë bot helmi, e ka marrë, e ka shkatru zë gjanë, po nuk kanë qa me thanë ma gjatë, veç ma mirë me umit në ujnë e vejë. Rëma ujtit ka shkatru dhe, ka shkatru qdo gjanë, shife. Shifi lëkurat, që më ka bom, shife. A gjendje katastrofike, o vlash, shifi lëkurat, shifi që ka bom këtu. Shumë probleme, i 70 centim uj, edhe ka plas droja, edhe nga ka ardhë ujti mrapsh, plus se më ka presh gjysën e barit, ka presh një 70 kintal miste e hime, edhe vishat i ka muj shefe në vetë, lektor, edhe ka përmes edhe këtu këshpia, edhe parcelat atje, janë në ujë, edhe janë gjatë një fjallë se s'bëjnë ma, se s'ka ka hikë ujti. Qatë bëjmë në asjarë më shtur, përëm njëm prej bashkis, i kanalizim 120 metra në shtu, me nga bështu. Të e të përmet gjdo vit, kena bo thirje, përkëm pra për shtetit njëm. Ndërkohë rreshjet e shiut kanë shkaktuar probleme serioze në bashkinë Mirdit, ku disa zona vijojnë të jenë të izoluara si pasojë e rrëshitjes së dherave dhe dëmtimit të infrastrukturës. Në njësinë administrative Fan, fshatrat Shëngjergj dhe Klos janë bllokuar plotësisht nga shëmbja e rrugës, duke ndërprerë lëvizjen e madrave dhe transportin e fëmijëve drejt shkollës. Në njësinë administrative Kurbnesh, rruga kryesore që lidh zonën me Luron është bllokuar, ndërsa edhe në disa fshatra të tjera ka probleme me qarkullimin për shkak të rrëshitjes. Situatë e vështirë paraqitet edhe në Orosh dhe Kaçinar, ku dëmtimet e rrugëve dhe urave pasarel kanë vështirësuar lëvizjen e banorëve. Ndërkohë, në njësinë administrative Rëshen është shëmbur ura që lidh fshatin Njezull me rrugën kryesore, duke bërë të pamundur kalimin në këtë aks. Strukturat dhe ekipet e emergjencës në 3 bashkitë e qarkut po punojnë për normalizimin e situatës dhe hapjen e akseve të bllokuara.